Në prag të ditëlindjes sime, në moshën 55 vjeç, bëj një zbulim të jashtëzakonshëm. Po studioje një plak nga Marseja, plak e shkruar në ilirisht në jug të Francës, ku shkruhet për fjalën barka lembos, e përdor në rastën kallëzore lembon, dhe kjo duhet ishte me pjesën e trajtës së shquar. Jo vetëm që kjo fjalë nuk është me trajtën e shquar, asnjë nga emrat në këtë tekst nuk e ka trajtën e shquar. Kjo gjuhë quhet dialekti epik. Është gjetur vetëm në poemat e Homerit, Iliada dhe Odisea. Quhet gjuhë artificiale sepse grekët nuk flasin kështu. Dhe tani, unë gjej qytetin Orgyssos tek Dasaretët i lirë, pranë liçenit të Ohrit. Orgyssos do thot liçen me ujë të zemëruar. E gjej të njëjtin epitet në veprën e Ptolemeut, Okeanos Orgios, do thot oqeani i zemëruar, i fryrë. Është origjina e festave të Dionisit, orgjiake. Gratë të zemëruara shqyenin lëkurën e Dionisit ose lëkurën e kafshëve të egra, deheshin, dhe këto festa u ndaluan më vonë në Greqi. Pasaj kur erdhi momenti i kristianizmit, u hoqën fare. Tani, të gjitha emrat e perëndive helene janë të regjistruara në Iliri. Pra Orgyssos është në Maqedoni kështjell, por është dhe qytet në Dasaretia. Dhe tani, unë kam hedhur dyshimet më përpara që gjuha e prygasve në Azinë e Vogël është shumë e ngjashme me gjuhën helene. Unë kam vërejtur për herë të parë që fjala vëllezër në gjuhën prygase është në rastën kallëzore në helenisht. Kur kam nxjerrur këtë për herë të parë, të gjithë janë sulur kundër meje. Jo vetëm shqiptar, amerikan, anglez, gjerman, austriak. Si ka mundësi gjuha prygase të jetë e lidhur me gjuhën helene? Por fatmirësisht, inteligjenca artificiale studion të gjitha tekstet helene dhe të jep një përgjigje. Dhe çfarë ndodh, të dashur shqiptar? Fjala helene, he orge, në gjuhën ilire është orge, do të thot zemërim, por edhe fryrje, nga zemërimi. Edhe fryrje e organit mashkullor, nga zemërimi, kështu fryhet ai. Gratë nuk e dinë që ne jemi të zemëruar shumë kur duajmë të bëjmë dashuri. Dhe tani, fjala orge në gjuhën ilire është thjesht pa formën e trajtës së shquar, he orge. E njëjta gjë ndodh në prygje. Është zbuluar lumi Orgas nga unë. Lumi Orgas është në rasën kallëzore shumës. Në gjuhën e prygasve është përdor shumësi i singularizuar. Në gjuhën helene është tas orgas me një a të gjatë, në gjuhën prygase është orgas me një a të gjatë. Emri i lumit Orgas, lumi zemëruar në Azinë e Vogël. Prygasit kanë banuar në Epir. Epiri nuk quhet Epir, po apeiros, zbulimi im. Do të thot tok pa kufi. Peiros i thon kufirit dhe a do të thot pa, jo, në greqisht. Por emri ka qenë prygja ose bregu në shqip. Të dashur shqiptar, prygasit kanë folur dialektin epik. Edhe në gjuhën prygase duhet ishte emri i lumit tas orgas. Lumejnë e zemëruar në shumës. Në gjuhën prygase kjo bëhet njëjës, orgas, të zemëruarit. Bëhet emri një lumi të vetëm.
ujrat e lumit, si shumës, kthehen në njëjës të singularizuar. Rasa kallëzore e greqishtes është bërë emër në numrin njëjës në gjuhën prygase. Dhe e marrin prygasit me vete këtë fjalë nga prygja, ku është folur dialekti epik, dhe e çojnë këtë fjalë në Azinë e vogël, por në shekullin e 8 para erëson e regjistruar. E përsëris, teksti më i vjetër që kam gjetur unë është i shekullit të 6 para erëson në jug të Francës, dialekti epik. Prygasit e çojnë në momentin kur u krijua alfabeti i veprave të Homerit, Iliada dhe Odisea. Alfabeti është marrë nga fenikasit në gjuhën iliren. Pra, ilirët e kanë marrë këtë alfabet, jo grekët. A e dini pse? Kolonia e fenikasve është në Finiq, në Shqipëri. Alfabeti i fenikasve është marrë nga shqiptarët dhe këtë e dim shumë mirë sepse vazoja më e vjetër me alfabetin më të vjetër të Korinthit është gjetur në Kosovë. Dhe ati ka më shumë shkronja se në të gjithë alfabetet e tjerë, janë 28 shenja shkronja të këtij alfabeti. Alfabeti grek ka 24. Pse është me 28 alfabeti i Korinthit dhe alfabeti i Dardanëve? Sepse gjuha ilire dhe gjuha shqipe ka më shumë tinguj, ka më shumë bashkëtingëllore se sa gjuha greke. Kjo është arsyeja. Tingulli q i gjendur në gjuhën e Dardanëve, në vazon e gjetur në Dardani nga unë, ky alfabet nuk gjendet në greqisht, nuk ka q në greqisht. Pra ka qenë në dialektin e Korinthit dhe këtë qën ne e kemi marrë nga fenikasit, në Foinike ose në Finiqin e sotëm. Të dashur shqiptar, kolonia më e vjetër fenikase gjendet në Shqipëri, në Finiq. Ky është sekreti më i madh që ka dalë deri tani. Dhe alfabeti është përdorur për herë të parë në dialektin epik, që quhet gjuha artificiale nga grekët. Dialekti epik janë fjalë helene pa formën e trajtës së shquar. Tas, orgas, tas do të thotë forma e trajtës së shquar në shumës, në greqisht, hiqet nga prygasit dhe përdoret vetëm fjala orgas, të zemëruarit, bëhet emër lumi. Në Shqipëri dhe në Azinë e vogël, po e merrni më mend këtë zbulim apo jo, se sa e rëndësishëm që është. Ky zbulim është zbulimi më i madh i shekullit ose më i madh i të gjitha kohrave. Fakti që grekët se kanë kuptuar që ilirët kanë folur dialektin epik dhe që ne jemi fqinj, komshi me njëri tjetrin, në anën tjetër të kufirit, kjo është e pafalshme për një qytetërim të lashtë që konsiderohet djepi i qytetërimit evropian. Pra, djepi është në Iliri, ilirët janë themeluesit e qytetërimit evropian. Këtë ju duhet ta kuptoni. Që ilirët kanë përdorur fjalë greke, kjo nuk diskutohet, por ilirët nuk kuptonin greqisht, pra merrnin fjalë greke dhe i përdornin si toponime. Ishin të dashuruar me poemat e Homerit, Iliada dhe Odisea, në të njëjtën mënyrë që janë të dashuruar dhe turbo-albanët sot. Kjo është dashuri universale, dashuria për artin. Këtë unë e di sepse unë jam poet, jam shkrimtar. Edhe unë jam i dashuruar me poemat e Homerit dhe nuk e di pse, është e natyrshme. Kjo është forca e artit, është kaq e madhe sa që ti merr të gjithë emrat e përdorur në Iliad dhe në Odisea dhe i përdor për toponimet e tua. Deri në këtë shkallë, shqiptarët, gjyshit tan, kanë qenë të dashuruar me poemat e Homerit. Unë këtë e kuptoj plotësisht. Në fakt, ky art i madh ka mbijetuar nga shqiptarët sepse gjatë periudhës së kristianizmit janë djegur të gjitha poemat e Homerit, të gjitha veprat e Aristotelit, të Sofokliut, të Eskilit, dhe janë gjetur rastësisht fashikuj të tillë në shkretëtir në Egjipt nga tregtarët arab. Këto ishin mbeturinat e djegura të bibliotekës së Aleksandrisë. Prandaj kemi ne këto vepra sot nga arabët, po mos ishin arabët, s'do kishim asgjë.
as veprat e Homerit, as të Eskilit, as të Sofokliut. As gjë fare. Do kishim vetëm toponime ilionase të dialektit epik në Iliri. Dhe grekët thonë që kjo është toka jonë, thjesht nga dashuria jonë për artin. Nga dashuria për artin janë derdhur lumenj gjaku, kot. Aq e fortë është dashuria për artin. Sakrifikon çdo gjë, vendos të gjitha toponimet e tua nga poemat e Homerit. Nuk ka dashuri më të madhe se sa dashuria për artin. Mund të sakrifikosh çdo gjë, madje edhe atë dheun tënd. Është çmenduri dashuria për artin. Është një dashuri e pashpjegueshme, dashuri estetike. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor, të dashur i lirë, folës të dialektit epik.